Një shkencëtar zbulon një nga bimët më të rralla në botë në Sumatra që e bëri atë të qante. Një bimë që tigrat e shohin më shpesh se njerëzit është Rafflesia hasselti. Sipas Universitetit Oxfordit, një ekip shkencëtarësh vendosi të udhëtonte në përpyet të Sumatrës, Indonezi, për ta gjetur atë, dhe kur e gjetën, emocioni ishte i prekshëm. Rafflesia hasselti është një nga bimët më të rralla në botë. Sipas llogarisë TikTok të Universitetit Oxford, doktor Chris Torogot nga Kopshti Botanik i Oxfordit eksploroi pyllin tropikal që është shtëpia e shumë tigrave të Sumatrës, të cilët janë gjithashtu të rrallë. Ekipi kaloi ditën e në pyllin e dendur tropikal duke e kërkuar për këtë bimë. Pak njerëz e kanë pas njohur këtë lule dhe ekipi e vuri re duke e hapur natën sipas medias. Video e postuar në TikTok tregon lulen që vihet re nga ekipi, ndërsa Septian Antrikithat nga Indonezia qan më të madhe. Eksperti i cili nuk mundi t'i mbante lotët pranoi se kishte kaluar 13 vjet duke e kërkuar këtë lule jashtëzakonisht të rrallë, thuhet në raport. Pak njerëz e kanë parë ndonjëherë këtë lule dhe ekipi çuditërisht e pa të hapur natën. Sipas Universitetit të Oxford, Dr. Chris e përshkroi përvojën e tij me këtë bimë si një takim që i ka ndryshuar jetën. Kjo bimë rritet në disa pyjet të largët tropikal që ruhen rreptësisht nga tigrat, të arritshme vetëm me leje dhe shumë pak njerëz i kanë parë ndonjëherë. Ne ecëm ditë e natë për ta gjetur dhe shikoni çfarë ndodhi kur e gjetëm.